Општинскиот инспекторат во Тетово констатирал дека нема противпожарни хидранти во неколку училишта. За сега нема преземени чекори за надминување на состојбата, а училиштата се уште не го добили извештајот. Директорите се жалат и на недостиг на пари. Neve nuk në ka ardhur ndonjë raport zyrtar për atë se çka ato kanë vërejt dhe çka mungon. Megjithatë, në bisede sipër me ata, ne kemi konstatuar dhe i kemi verifikuar mungesat tona dhe kemi filluar në eliminimin e tyre. Edhe mungesa tjera kemi pat vetëm në modelin e hidrantëve, ato janë çështje të cilat ne mund vetë t'i zgjidhim dhe kemi filluar me këtë procedurë. Aparatet kundër zjarrit, domethënë i bëm servis, ato sepse i kishin kaluar afati i servisimit. Problemi nuk ishte te ne, domethënë, vetëm se kishte ndrruar numrin e telefonit, domethënë ai pronari apo kompania e cili bën servis aparatet kundër zjarrit, ato i bëm të gjitha janë të servisuara, kurse sa i përket hidranteve, hidrantet ka pat një periudhë të gjatë kohore, domethënë që nuk kanë qenë funksionale. Po, ne nuk kemi, domethënë, buxhet, nuk kemi parapar buxhet për riparimin e këtyre hidranteve, sepse nuk i kemi ditur se në çfarë gjendje janë, kurse tani jemi në kontakt edhe me sektorin, edhe me komunën e Tetovës, dhe do të ndahen mjetet me siguri edhe do të freskohen ato dhe do të riparohen. Градоначалникот на Тетово Билал Касами пред неколку дена изјави дека општината ќе им помогне на училиштата и општинските организации. Në institucionet të cilat janë ingerensat komunës Tetovës, siç janë shkollat apo edhe ndërmarrjet komunale, ku do të paraqitet problemi i mungesës së financimit nga buxheti vetanak, sigurisht që ne si komunë jemi të gatshëm që të kontribuojmë dhe të ndihmojmë këto institucione. По трагедијата во Кочани, низ цела држава се започна со вонредни инспекциски надзори. Во Тетово само 4 училишта биле соодветно премени со противпожарни системи.